Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim SAIDEV publikoi një studim për operacionet e ndikimit strategjik të Iranit në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor, një rajon ku Teherani synon të shtrijë interesat e veta gjeopolitike. Këto veprimtari anti-perëndimore nxiten nga ambicie ideologjike, fetare, sigurie dhe aleanca pragmatike, vren studimi, ndërsa tensionet me Tiranën zyrtare dhe sulmet kibernetike ndaj saj u shtuan gradualisht pas strehimit në Shqipëri nga viti 2013 dhe në vazhdim i grupit kryesor opozitar ndaj regjimit iranian Mujahedin el-Kalq, i njohur si MEKU. Përpjekja e Iranit nuk është e ndaluar, ajo vazhdon në forma të tjera. Ne shohim që ka influencë të narrativave të Iranit në Shqipëri përmes publikimeve që vinë në gjuhën shqipe, që është media e tyre Pars Today, por edhe përmes shoqatave ose organizatave ose individëve të tjerë influencues në opinionin publik që promovojnë në forma të drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta Iranin dhe interesat e vet gjeopolitik në Shqipëri, por njëkohësisht edhe në hapësirën, po themi, shqipfolse në Ballkanin Perëndimor. Studimi thekson se duke shënjestruar njëkohësisht shtetin shqiptar dhe Mekun, Irani gërsheton ndaj Shqipërisë luftën digjitale dhe fushatat dezinformuese në të cilat Izraeli, NATO dhe vendet perëndimore përshkruhen si kërcënime përballë një Teherani të viktimizuar prej tyre. Këto përpjekje ndërrohen në një sfidë komplekse, sepse vijnë shpesh në një drejtim me operacionet e ndikimit të Rusisë dhe Kinës, që provokon qëndrueshmërinë e rajonit, cënon institucionet demokratike dhe vështirëson integrimin evropian të Shqipërisë, thekson studimi. Britshitë janë më shumë të brendshme që këta aktor pastaj i shfrytëzojnë. Kështu që rreziku më i madh i vendeve tona të rajonit vjen nga vetë britshitë tona, sesa nga sulmet e këtyre shteteve që do thotë janë agresive dhe i arrin të objektiva kryesisht për shkak se ne jemi të brisht. Irani përpiqet të bëhet një lojtar me rëndësi, thekson raporti, duke kundërshtuar ndikimin perëndimor në rajon së bashku me partnerët e vet kryesor strategjik Rusia dhe Kina. Të gjitha këto bën që të ngjallen debate të brendshme politike dhe që Shqipëria të dëbojë Mekun pasi qytetarët të mbushen me ndjenja negative për atë grup politik. Nuk mund të flasin që ja kanë arritur qëllimit këtu në Shqipëri, por mund të themi se nëse do të flisim se kanë zënë vend apo jo, mund të themi që ndikimin e vet e kanë dhënë. Si e kanë dhënë? E kanë dhënë duke krijuar komunitete të caktuara mbështetëse qoftë në rrjetet sociale, aty ku njerëzit po shmenzojnë gjithmonë më tepër kohë, duke krijuar pasiguri në komunitete të cilat nuk janë aq të informuar apo nuk e kanë të zhvilluar aq shumë të menduarit kritik. Përmes dezinformimit dhe sulmeve kibernetike, thuhet në studimin e SAIDEV-it, Teherani përpiqet të shtojë ndarjet shoqërore dhe të shfrytëzojë pakënaqësitë rajonale, duke dëmtuar besimin e publikut ndaj NATO-s, proceset demokratike dhe mjedisin mediatik, si dhe duke fragmentuar më tej kohezionin rajonal, duke kërcënuar arkitekturën e sigurisë së Ballkanit Perëndimor. Irani është një fuqi rajonale në lindjen e mesme, kurse në Ballkan ajo fuqia e saj për të ndikuar, qoftë nëpërmjet le të themi fuqisë butë ose fuqisë fortë ushtarake të sigurisë, është relativisht më e dobët. Për këtë arsye, për të ndërkuar në rajon, përgjithsisht ato përdorin mjete asimetrike, siç janë sulmet kibernetike ose asetet të tjera që janë përfshirë nga krimi organizuar ose kanë ndikim le të themi në fushën e sigurisë. Propaganda e Iranit shpesh përputhet me dezinformimet nga Rusia dhe Kina, me të cilat kanë si interes të përbashkët dobësimin e aleancave perëndimore në rajon. Kjo ngjashmëri në sjelljet e këtyre aktorëve nga jashtë Ballkanit Perëndimor, sipas studimit, kërkon një përgjigje të unifikuar prej partnerëve perëndimor në shërbim të qëndrueshmërisë rajonale. Ajo çka kemi vënë re lidhen me narrativat që kanë të bëjnë me delegjitimimin e NATO-s edhe të Bashkimit Evropian, me paraqitjen e grupit MEK si një rrezik shumë i madh dhe një kërcënim i drejtpërdrejt i sigurisë së Shqipërisë, por edhe i vetë qytetarëve shqiptar, dhe shohim që këto narrativa shpeshherë përputhen edhe me narrativat që burojnë, po themi, nga Kremlini ose nga Rusia, por njëkohësisht edhe me komunikimin strategjik edhe me diplomaci publike të Kinës deri diku. Nga maj 2021 deri në qershor 2022, rrjetet e qeverisë u akuan nga aktor kibernetik të mbështetur nga shteti iranian. Në Korrik ata nisën një sulm kibernetik masiv, bllokuan faqe dhe shërbime qeveritare, si dhe portalin e-Albania, platforma e qeverisjes elektronike të vendit. Në shtator, hakerat sulmuan sistemin Teams të policisë për kalimet kufitare, si dhe zbuluan të dhëna personale të zyrtarëve dhe të policisë. Në rastin e Shqipërisë, sulmet kibernetike kanë qenë vërtet me pasoja, ta themi unë, për sigurinë e Shqipërisë, për le ta themi edhe hapësirën informative, në mënyrën se si është kontaminu hapësira informative me informata që duhet jenë private. Pra
aty ku kanë dashur i kanë pasur disa suksese, por nuk mund të themi që është ndonjë sukses me përmasa strategjike. Këto sulme rritën më tej armiqsinë midis Teheranit edhe Tiranës, e cila dëboi ambasadorin iranian, por më pas ndërpreu fare marrëdhënie diplomatike me Iranin në shtator të vitit 2022 dhe dëboi gjithë diplomatët e tij. Këto incidente zbuluan dobësitë strategjike të infrastrukturës digjitale të Shqipërisë dhe në proceset e saj demokratike, duke cënuar besimin e publikut tek qeveria. Kjo është një luftë në vazhdimsi, por mendoj që për aktorë dashakej si Irani, të ndihmuar apo dhe Rusia dhe Kina, sidomos edhe në kushtet kur po zhvillohen dhe luftrat në Ukrainë apo konflikti në Gaza, mendoj që kërkohet një angazhim shumë i madh, por edhe një rritje e besimit të publikut shqiptar tek institucionet shtetërore dhe sigurisht kërkohet akoma më tepër edhe një forcim i demokracisë brenda këtyre institucioneve. Shqipëria mbetet në qendër të dezinformimit iranian për të minuar aleancat e saj perëndimore, vërejnë studiuesit. Edhe për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike, media shtetërore iraniane fajsuan ndikimin amerikan mbi Tiranën dhe jo sulmet kibernetike të Teheranit. Këto sulmet kibernetike që ndodhen në Shqipëri u amplifikuan nga disa aktorë do thoja periferik, sipas raporteve të përpiluara nga Microsofti, por edhe nga Byroja Federale e Investigimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nuk patën, nuk u përqafuan në mënyrë ose nuk ju dha një hapësirë gjerë në median shqiptare. Studimi i qendrës SIDEV mbi përpjekjet e Iranit në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor sjell një shtjellim shtërues mbi operacionet e ndikimit strategjik në këtë rajon, një mënyrë profesionale për të kuptuar në thellësi dhe për të shmangur manipulimet e publikut dhe të politikës përmes desinformimit dhe lajmeve të rreme.